Një gjysmë finale si kjo nuk e kishim menduar ndonjëherë se do ta kemi. Nga 7 banorët e mbetur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, do të shpalleshin 4 finalistët e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Pasi u diskutuan debatet dhe polemikat e shumta se çfarë kishte ndodhur gjatë këtyre ditëve, sigurisht që rada erdhi për zarfin e parë. Danja ishte konkurrentja që u largua duke mos arritur ta kapë finalen. Iku në studio të Kledioni dhe nuk munguan as lotët, teksa shikonte momentet epike në këtë rrugtim, që siç e konsideron ajo, ishte një prej më të rëndësishme të jetës së saj. Pasi Prime vazhdoi me temën që tashmë e dim të gjithë, romanca me Setlit dhe Gjestit, ku dyshja më në fund e pranuan se ndjejnë për njëri tjetrin, u shpall dhe finalisti i tretë që ishte pikërisht Gjesti. Kjo gjë shkaktoi rrëmuj në rrjet, por sigurisht nga lumturia, nga se të shumtë ishin personazhet publike që po I vazhdonin t'i jepnin vëmendje atij. Kjo gjë shkaktoi rrëmuj në rrjet, por sigurisht nga lumturia, sepse të shumtë ishin personazhet publike që po vazhdonin t'i jepnin mbështetje atij. Nëse flasim për 2 banorët e fundit që nuk e kapën finalen, duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi I madh, ishin një tjetër çift që dikur publiku I deshi shumë, por tani më njërin prej tyre urrej. E kemi fjalën për Loredanën dhe Jozin. Ky I fundit nuk mund ta përballonte humbjen dhe pas disa shkeljeve që gjatë kësaj kohe I bëri, produksioni mbylli syt dhe e toleroi, por jo më. Mjafton ta shikoni këtë skenë të dhunshme të kuptoni edhe një herë se kush është Jozefin Marku. Po janë gjatë ngritura. E këtu kemi çka të flasim edhe mirë bile, rrjeti u shmend duke reaguar e hajrin për këtë ja pa viktima. Në këtë rast Gjesti I cili sigurisht që mori një përkraje enorme, sepse në fund të fundit ishte viktim. Ledioni mbeti I habitur dhe njëkohësisht I friksuar për shkak të licencës, sepse në të tilla raste ajo edhe me të drejtë mirret. Deri këtu jemi në rregull. Produksioni kërkoi marketing 2 herë duke munduar që të gjente zgjidhje dhe natyrisht ligji është mbi të gjithë. Befasia kësaj mbrëmje ishte Egli Tako, ajo madje as nuk e ka pritur se emrin e saj do ta kemi në mesin e finalistëve të kësaj sezone të Bigut. Por, banora që I dha goxha shumë këtij formati kaq të ndjekur nga shqiptarët, arriti të heqë Gerta Gixharin nga finalja, ku siç e dim të gjithë ishin përgatitur që ta dëgjonim emrin e saj. Ajo madje as nuk e ka besuar se është finaliste, por këtu mungoi diçka. Gjesti. Ai ishte duke marrë ndihmën mjekësore nga se syri I majti vërehej. Pasi Egli, Laerti dhe Rozana u munduan të konsumonin darkë, Gjesti rihyri në shtëpi dhe u surprizua nga e dashura e tij, nuk munguan as momentet romantike. Finaliste! Budallaj motivali bluje. Të kthehemi tek tema. Të shumt ishin fansat, por dhe personazhet publike që I kanë dalë në përkraje të riut nga Kosova dhe janë më se të bindur se ai do të shpallet fitues I edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Po vjen keq me thonë, po Zoti s'ti jep krejta, e po te Jozi, s'ti jep. Më është trupin bukurin ja dha, po trunin ja kalon të vogël. Kështu që o njeri, me no punën para se të bëjsh se s'ti kryn trupi krejt. Truni t'i kryn krejt. Kështu që merr shembull pe Gjestit. Merr, unë I merr. S'ke nevojë më koni fort. Nuk është faji televizionit, nuk është faji askujt që disa njerëz nuk kontrollojnë dot veprimet e veta dhe mendësinë e vet. Në ana njerëzore që ndodh kjo, është një turp I madh
që mban vetëm ai. Në përshtetën time për familjarë të Gjesit, ose lloj prindi nuk do të shkoj fëmijën, nuk do të shkoj kurse si fëmijën atë lloj gjë, po s'disha ta më jo s'djali për Zotin. Po ju lëm në shoqërim të disa sekuencave të momenteve më të mira të Gjestit, e po ashtu mos i humbisni reagimet e disa fytyrave publike. Ja, s'ka ka këtë vror. Shumë po flet, zum, çumër e burr, që është muni si xumi. Egli të dua. Kom të qim për ty. Herë mi thonë, o shoku, jetu ofendu, Jozi, nuk bën që shtu i dashuri im, nuk bën që shtu, mush romen, unë musha, unë zhjeti jem, e po. Nuk duhet harruar që dhe opinionisti Arbre publikoi një foto me këtë mbishkrim. Në Big Brother. Edhe ai madje Poliozin u shpreh se Josefin Margu sot dëshmoi që është ideal i poshtë.